Ndërsa më 18 qershor Kuvendi pritet të miratojë projektligjin për amnistim penale, Ministria e Drejtësisë parashikon një prej elementëve kryesor të draftit. Bëhet fjalë për datën kufi të vendimeve të formës së prerë, e cila do të përcaktojë edhe numrin final të përfituesve. Për Report TV, zëvendësministra e Drejtësisë Elona Hoxha tha se nuk do të jetë më data 31 dhjetor 2025. Aktualisht që flasim, amnistia është duke ju nështruar konsultimit në komisionet parlamentare, në komisionin e ligjeve, në komisionin e sigurisë dhe të drejtave të njeriut, dhe për hir të së vërtetës, ne jemi duke rishikuar datën 31 dhjetor 2025, datë e cila do të bëhet me dije në datën 18 qershor kur amnistia të kalojë në parlament. Drafti aktual thot se burrat që deri më 31 dhjetor 2025 janë dënuar me vendim të formës së prerë deri në 3 vite burg, ose u ka mbetur pa shlyer 3 vite, apo gratë që janë dënuar apo u ka mbetur pa shlyer 4 vite burg deri ditën e fundit të vitit të kaluar, do të lirohen menjëherë. Ndryshimi i kësaj date pritet të zgjerojë rrethin e personave që do të përfitojnë nga amnistia. Nga të dhënat që disponojmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, janë 380 persona të dënuar që përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Megjithatë, shifra reale e personave që përfitojnë nga amnistia, shuarje dënimi apo ulje dënimi do të varet nga dita kur amnistia do të hyjë në fuqi. Por qeveria vendos një vit të kuqe për personat e dënuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Projektligji parashikon përjashtimin e plotë të gjithë personave që bien në jurisdiksionin e SPAK dhe GJKK-s, si dhe autorëve të një sër veprash me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Jo, kjo amnisti ka zero tolerancë kundrejt subjekteve të SPAK-ut dhe të GJKK-s. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet prioriteti kryesor i qeverisë shqiptare, ndaj të gjithë personat që bien në jurisdiksionin e SPAK dhe të GJKK-s janë totalisht të përjashtuar nga kjo amnisti. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, amnistia mbështetet në parimin e humanizmit dhe rehabilitimit. Humanizmi dhe rehabilitimi mbetet elementi kryesor dhe aspekti i parë i kësaj amnistie. Si rezultat i amnistisë do të përfitojë dhe sistemi i burgjeve që do të ulë disi ngarkesën e popullimit nga këta persona që do të lirohen menjëherë. Nga të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë, 5 gra përfiton shuarje të menjëhershme të dënimit dhe 10 të tjera ulje dënimi, ndërsa 4 të mitur përfshihen në kategoritë përfituese. Efekte të mëdha pritet tek personat që vuajnë dënime në shërbim prove. Përfitojnë nga shërbimi provës, personat që vuajnë shërbimin e provës, rreth 2163 persona përfitojnë shuarje të menjëhershme dënimi, ndërsa për 2914 ulet masa e dënimit. Pavarësisht debatit që shoqëron çdo amnisti, qeveria këmbëngul se siguria publike nuk preket pasi nga përfitimet përjashtohen autorët e veprave më të rënda penale. Megjithatë, numri përfundimtar i përfituesve do të mësohet vetëm pasi të përcaktohet data e re kufi që do të përfshihet në ligjin për amnistin.